Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që të gjitha komunat i nënshtruan rinumërimit të plot, pas dyshimeve për manipulim të numrit të votave për kandidat për deputet në zgjedhjet e fundit. Me 19 janar, KQZ mori vendim për shkarkimin e përfaqësuesve politik në Komisionin Komunal Zgjedhor në Prizren, pas konstatimit të shkeljeve serioze gjatë procesit të numërimit të votave. Pikërisht në këtë komunë janë evidentuar parregullësitë më të mëdha në vend deri më tani. Sipas të dhënave në KQZ, diferenca votave për disa kandidat arrin mbi 6.000 vota. Dyshimet kryesore lidhen me fazën e leximit të votave për kandidatët. Sipas ekspertëve, manipulimi mund të realizohet kur numëruesi ndryshon verbalisht numrin e kandidatit të votuar duke zëvendësuar me një tjetër. Në këtë mënyrë, sistemi elektronik regjistron një vot të pasakt, ndonse flet votimi fizik dëshmon ndryshe. Ky rinumërim pritet të përfundojë brenda 12 deri në 14 ditë. Po ashtu, zyra e kryeprokurorit të shtetit ka bërë të ditur se Koordinatoria Nacionale për Zgjedhje, prokurorja Laura Pula ka kërkuar nga kryeprokurorët në komunat ku ka përfunduar rinumërimi i votave të fillohet me mbledhjen e informatave dhe provave që mund të dëshmojnë kryerjen e veprave penale të ndërlidhura me procesin zgjedhor.